s'është as pak aktuale, ne kemi dhënë shpjegime për gjithë punën që bëjmë, ne po reformojmë politika në fushën e kulturës dhe do të vazhdojmë të reformojmë po kaq fort dhe në gjitha fushat tjera. Ndarja është tepër racionale sepse gjatë vitit 2014 është marrë buxheti institucioneve nacionale dhe është dhënë organizata jo qeveritare dhe ajo sparje është e jashtëligjshme. Kjo ka krijuar një borxh te kategoria e subvencionimit në shifrën e saktë prej 834.000 euro dhe ne tani po paguajmë ato borxhe. As pak ne do të sparit garantojmë institucionet nacionale sepse kemi detyrim kushtetues. Ne kemi ndihmuar festivalet më sa kemi patur mundësi dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë, por ju e dini që secili aktivitet kulturor ka një titullar. Ngjarje të rëndësishme kulturore me kohë arrin që të mbajnë veten. Dhe ngjarjet e kësaj natyre që lidhen me artistët e pavarur duhet të tentojnë që të kryejnë buxhet sa më shumë për vete, nuk mund bazohen vetëm buxhetin e shtetit.